Të dashur shqiptar, sot doja t'u shpjegoj origjinën e fjalës Redon. Është perëndia e kepit të Rodonit. Fjala Redon është gjetur në monedhat me kokën e Hermesit dhe kapelen Petassos, që është simboli i diellit, rrumbullakët. Këtë kapele e përdornin argatët që punonin për aristokratët grek. Këta argat ishin i lirë dhe këta i lirë përdornin një gjuhë shumë të veçantë. Fjala Redon është gjetur në fjalorin e Hezikiusit të Aleksandrisë dhe thotë që është armaton, në numrin shumës të fjalës arma, që do thotë karrocë, lufte. Fjala armaton pra vjen nga arma dhe Redon vjen nga reda. Reda do thotë karrocë në gjuhët kelte, madje është dhe perëndia Eporeda dhe Eporedia perëndia e karrocave, perëndia e luftës. Kjo fjalë futet në gjuhën latine, raeda dhe reeda do thot karrocë. Është perëndia Redon. Por kjo fjalë është në gjuhën greke numri shumës gjinore, pra ilirët flisnin helenisht. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor të dashur Ilir, të dashur Helen.